Rojat e Ahmet Çalikut trajnë për vdekje punëtorin që kërkonte pagën. Turqia është përfshirë nga një skandal i rënd, teksa rojat Ahmet Çalik ran për vdekje një punonjës të kompanisë i cili kishte shkuar pranë zyrave të Çalik Holding për të kërkuar pagesat që kompania i detyrohej. Erol E. Grek, 49 vjeç, u ra nga truprojat e Çalik Holding dhe më pas humbi jetën në spital. Incidenti ndodhi muajin e kaluar në zyrat qendrore të grupit Çalik në Stamboll. Erol E. Grek kishte punuar për disa vite në një nga minierat e grupit Çalik dhe kishte pamar një pjesë të pagave. Punëtori i ndjer kishte fituar edhe gjyqin, por pavarësisht kësaj kompania ka refuzuar të shlyej pagesat. Kjo e ka detyruar E. Grek që të protestoj para zyrave të grupit, ku fillimisht ka hedhur një vazo lulesh në drejtim të zyrave dhe më pas i ka drejtuar pistoletën vetes së tij duke e kërcënuar me vetvrasje, por gjatë kësaj kohe truprojat kanë ndërhyrë duke rrahur punonjësin i cili më pas është çuar në spital ku dhe ka humbur jetën. Fillimisht grupi Çalik reagoi duke mohuar akuzat për rrahje deri në vdekje, por më pas ka qenë vajza e punëtorit të ndjer, e cila ka publikuar pamjet që tregonin disa truproja duke rrahur tiatin e saj. Ubejthirje të gjithë atyre që kanë ndërgjegje. Mos lejoni që të harrohet, shkroi vajza e Grek në rrjetet sociale, duke i shoqëruar këto fjalë me pamjet e rrahjes brutale. Skandali u shoqërua me protestat forta nga kolegët e Grek, të cilët kanë protestuar masivisht para zyrave të Çalik. Një nga këto protesta, ata kanë fajsuar drejt për drejt pronarin e grupit Ahmet Çalik si përgjegjësin kryesor.